fillim ajo I ka pas menime ndryshe për Mateon. Kështu që tash veç pse është të sulmu atëherë, mos se prek ato si çon me thonë unë, ty si mashkull kur nuk do të shikoja, kur nuk lutem se dhe ide ke shku për mas. Ati kur më ka thënë, menon se Juela ashtu mundu me pas në gjë me Mateon, a ne kne ashtu mundu, do me thonë me ta ngur ty, edhe normalisht nuk ka pas gjë të keqe në qoftë se kish ndodh atëherë në gjë. Unë kam thënë, Juela është e lirë më shku me nejt me Mateon, se janë dy të single të këtë fundit, atë nuk është se po më bën e gjë mu, se nuk është se unë kam qenë lidhje me Mateon edhe po më bën e gjë mu, jo. Juela thashë mos më bëj të flasë. Po, do të veç inventimin, a? Qa gjelozia jote është e frikshme. Mos më bëj të flasë. Gjelozia jote është e frikshme. Ty ndoshta ke shkirë ndoshta ke shkirë. Fillim, normalisht ajo ka pas mendime ndryshe, tash se nuk I konvenon më, sillet në mënyrë këtë ndryshe. Juela me I moment pa të shpreh se Mateo është një çon shumë I pashëm dhe që ja kujton ishte dashurin e vet.